e tham pak dhe paraforcit, edhe zoti Dule dhe zoti Shehu, avokati popullit, dhe jo vetëm avokati popullit, po disa institucione janë bazuar në gjithë periudhën e pluralizmit, në ca marrëveshje gentlemanësh janë bërë mes dy palëve. Kur ne kemi qenë në pushtet, i kemi zbatuar këto marrëveshje, dhe Ana Sjelltas, sa ka qenë Fatos Nano, kryetari i Partisë Socialiste, që në momentin që ka ardhur udhëheqësi juaj në krye të partisë tuaj dhe të qeverisë, këtë që po them nuk e kam vetëm me ju, në fakt e kam dhe me kolegët e mi, jo kam bërë të qartë edhe kolegëve, edhe dije, jo më larg se dije. Prisni që Edi Rama të zbatoj marrëveshje gentlemanësh, kjo është, të jemi kaq naiv që të presim nga një qenie si Rama të zbatoj marrëveshjet e gentlemanëve, por kjo është kulmi i naivitetit në rastin më të keq. As nuk presim, dhe kush ka iluzione që këta këtej që zbatojnë urdhat e Ramës do të zbatojnë ai marrëveshje gentlemanësh, ky parlament ka mbaruar me kohë, nuk ka asnjë vlerë. Ju që merrni urdhra këtej e këta që marrin urdhra andej, nuk zbatohet as rregulloria, as ligjet, as kushtetuta, dhe ne presim që ju zbatoni marrëveshje gentlemanësh. As nuk duhet ta zgjasim më këtë diskutim. Këtu është e qartë që nuk ka marrëveshje, nuk ka asnjë rast tjetër këtë ndodhur në këtë parlament që të luhet me këtë mënyrë, jo po keni dhënë firmat ju. A doli dhe thatë, ja kemi rënë opozitës. Kemi ardhur ne, edhe me një kandidat, se keni pranuar. Edhe prapë po të vini me një kandidat, prapë zë e pranonit. Dhe nuk ka bullallak këtu që nuk e di këtë. Mbasi pat që u mblodhën firmat, doli të u bët bujar, ju thatë, ja kemi rënë opozitës. Nuk ka iluzione, fare. Kështu që mbylleni këtë farsë të radhës, kalojnë në votim për mua, edhe të vazhdojmë. Zoti Bido, ju kam në fjallën.